Ndërkohë është rikthyer në opinionin publik dhe në vëmendje të diskutimeve ngritja e shtetit Bektashi, ku sipas një media franceze po realizohen detajet e fundit për ngritjen e këtij shteti në Tiranë. Çfarë synon Edi Rama me ngritjen e shtetit Bektashi dhe kush fshihet pas ngritjes së këtij shteti? Unë kam të vështirë si një qytetar i këtij vendi për të dhënë definicione fundore apo për të nxjerrë konkluzione, për sa kohë ne nuk kemi ndonjë informacion të detajuar vërtet se ku synohet, çfarë duhet bërë, pse realizohet, por unë do doja të kujtoja vetëm thjesht një shprehje që është e shkruar, mos gabohem tash, në kujtohet në një objekt kulti në Detroit, që thot nuk ka fe pa adhe. Kështu që kjo mendoj si i presupozon dhe i përmbledh të gjitha ato që do donim ne të realizoshim. Kush janë pas saj, pse duhet qëllimi, kush është qëllimi, kush është misioni, kjo është krejt e vështirë për të thënë në këtë moment aktuale, në këtë stad të zhvillimeve që jemi në këtë drejtim, për sa kohë nuk ka asnjë lloj reagimi, asnjë lloj qëndrimi, paçka se ndoshta vetë ata, vetë Edi Rama dhe dikush tjetër që jam i bindur që qëndron pas këtij projekti, është shumë më i largët, mendoj unë, ata po vazhdojnë të punojnë dhe ndoshta parashikohet që edhe shumë shpejt të shpallet, por unë do thosha që të gjitha këto janë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me nenin një dhe shumë nene të tjera që presupozojnë që shteti shqiptar është unitar dhe i pandashëm. Për vetëm për këtë po të marrësh, jam i bindur që Edi Rama ka bërë dhe më parë veprime të tilla, ndoshta nuk ka njeri që t'i ndaloj dorën, sepse edhe ndërtimi i kampit të refugjatëve në Gjadër është cënim dhe dhunimi i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe për fat keq këta jo pa qëllim kanë më se 32 vjet që e kanë shmangur referendumet popullore. Pra për çdo vendim që hidhet në diskutim tërësia territoriale e shtetit shqiptar, e vendit tonë, në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e vetmja zgjidhje dhe mendoj unë do të jetë referendumi që i largon nga përgjegjësia vendimmarrësit me koka të nxehta dhe jashtë arsyes e mendjes së kthjellë. Nuk e di se kush do të jenë zhvillimet e ardhshme, ajo edhe mund të realizohet për sa kohë ne udhëheqësit i kemi të tillë që nuk marrin përgjegjësi e nuk japin askujt llogari për vendimet që marrin, qoftë edhe në kulisa, poshtë tavolinave, pas perdeve, pa pyetur e pa u interesuar se kush është e ardhmja e shqiptarëve, a do të ekzistojë tërësia territoriale e këtij vendi që Evropa e la 2/3 e saj jashtë kufirit ekzistues e vetëm 1/3 në kufit aktual, pra si quhet ajo e famshme Shqipëri londineze. Këto ngelen për të parë dhe unë do të uroja, do të shpresoja dhe do të dëshiroja si çdo qytetar i këtij vendi të mos merren vendime të nxituara në çast për momentin për interesa okulte, por të qetësohen, të ulen të mendojnë thellësisht, të t'i referohen akteve ligjore që ka ky vend, akteve themelore duke filluar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Zoti Prenga, a nuk mendoni se shteti Bektashi mund të krijojë një precedent të tillë për Serbinë, e cila mund ta marrë si referencë për veriun e Kosovës dhe të krijojë atë përplasje të madhe, po themi, sa i përket çështjes së veriut të Kosovës në raport me Prishtinën? Për fatin ton të keq, mënyra se si diplomacia shqiptare ka luajtur, do thosha për 35 vite, pavarësisht se kush ka qenë në krye të diplomacisë, mendoj se i ka shërbyer më së miri planeve të kahershme Çubriloviciane dhe jo planeve dhe perspektivës së shqiptarëve, jo vetëm të Shqipërisë, por të gjithë shqiptarëve në rajon. Ka qenë si një thik pas shpine
në kurriz e në dëm të shqiptarëve, kryesisht të atyre në Republikën e Kosovës, e të Luginës Preshevës, e në Malzi, apo edhe në Maqedoninë e Veriut. Do thosha që për fatin tonë të keq, kjo nuk është diplomaci, kjo nuk është politik, por ka një emër dhe në qoftë se do të realizohet dhe do të vazhdojnë këtë format, kjo quhet dhe mbetet e ka një përsaktim që ajo quhet vetëm tradhti. Sot e prenga dhe i pyetja e fundit, a mendoni se Edi Rama mund të kryej ndryshime në kabinetin qeveritar me nisjen e sezonit të ri politik në mënyrë që të tensionojë situatën e krijuar nga protesta, apo mendoni se këto lëvizje nuk pinë më ujë, sepse tashmë jemi njohur me Edi Ramën që sa herë ka një krizë politike të tillë bën ndryshime në qeveri dhe duket sikur lëshon dikë, sjell element të ri dhe në fakt në fundore nuk prodhon asgjë. Unë mendoj se situata dhe pa përgjegjshmëria e leadershipit të tij personal dhe marrja veshja e të gjitha llojeve të pushteteve tashmë më duket si një anije që ai vërtet është kapiteni, por ajo po vazhdon të marrë ujë dhe e shoh drejt fundit të detit, pa çka se mund të bëjë çdo lloj retushimi në qeveri, çdo lloj ndryshimi, çdo lloj lëvizje. Tashmë unë them që e ka përsaktuar vetë fatin e tij në politik. E nuk mund të përbëjë, nuk mund të shpëtojë, e nuk mund të sjell asnjë lloj ndryshimi e asnjë lloj të situatës, asnjë lloj qetësimi të shqiptarëve, një qeveri me emër tjetër, qoftë edhe vetë si kryeminist po dha dorëheqjen, qoftë edhe me ndryshimin e gjithë kabinetit. Pasi nëse nuk ndryshon ajo që është thelbësore, aktet ligjore mbi të cilat merren vendimet, pra siç është pjesa e kushtetutës, pjesa e ndarjes së pushteteve, pjesa e balancimit të pushteteve, jemi mësuar dhe shohim është jo e normale që ne të shohim një parlament me të zgjedhurit e popullit që presupozohet përfaqësojnë ne, ata janë kthyer thjesht dhe vetëm, ne i themi gjuhën ushtarake pupace, ose sot po i themi një robot, që i jepet urdhët ngrej kartonin jeshil dhe ngrej kartonin jeshil, i jepet urdhët ngrej kartonin e kuq dhe ngrej kartonin e kuq, kështu që nuk ka as krimtari, nuk ka as interesa mbrojtje e interesave, nuk ka as nivel përfaqësimi, nuk ka për fat keq as nivel intelektualizmi në parlamentin shqiptar. Edhe do thosha që nga 2019 parlamenti shqiptar vetëm fjalën ka, pra fjalën flas si parlament, por për fat keq roli dhe misioni që ai parlament i është besuar dhe duhet luaj është zero. Ka kaluar në dorën e një personi i cili menaxhon, urdhëron, vendos për gjithçka. Të tjerët për fat keq janë jashtë loje, pa fol për integritetin e tyre, për dinjitetin e tyre, për personalitetin e tyre, sepse nëse do t'i kishin këto, nuk do t'ishin në atë gjendje që janë, dhe detyrimisht që për sa kohë nuk sillen në mënyrën dhe personalitetin që kanë, ata e kanë dorëzuar personalitetin e dinjitetin dhe nuk pyesin për asgjë, thjesht dhe vetëm duhet të mbajnë një pozicion dhe gjithë privilegjet që këto kulturë kanë t'i përfitojnë. Natyrisht që Edi Rama nuk e ka kursyer dorën, por është treguar shumë bujar me të zgjedhurit, të emëruarit, me të cilët mund të ketë bë edhe çoka, por mund të ketë bë edhe privilegje, mund të ketë bë e mund të bëjë edhe presion për të miratuar ato çfarë ai dëshiron. Kjo nuk është demokraci, për fat keq, kjo do të thosha unë është një autokraci që i shërben vetëm një elite, nëse do ta quaja kështu, të zgjedhur apo të emëruar, dhe nuk pyet për qytetarët, të cilët kanë 1001 probleme, por nuk dinë se ku të trokasin. Për fat të keq, nuk kanë as derë për trokitur, që tashmë na i kanë mbyllur në një farë mënyrë nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe nëpërmjet kryerjes së shërbimeve në mënyrë elektronike, që për fat keq një pjesë e mirë, edhe po të pyesësh sot se sa përqind të sipërfaqes Shqipërisë zë interneti funksional, atëherë aty kupton se sa mundësi kanë njerëzit për të kryer veprimet në mënyrë elektronike.